Edit ndërhyn në debatin e Benitës me Londrinë. Se kush gutet për mundët? Ka dalë S'ki nevojë. Nuk jam do të bëha sank, që pse po kapësh pa lidhje. Por Benita vendos që të kthehet me ofendime dhe i thotë Edit që mos të flasë dhe të mos të mirret me të më. Fëmija që fuaj, me për pën jashtë edhe më fund vjen edhe si bën sanë. Çka po dane? Kujna se kuptova çka. Pastaj, si gjithmonë, në qendër të debatit futet edhe Londrimi. Mos je i Virgjil Pahiri, se problem ti. Problem ti. Problem ti. Jesi kur te. Sebe përsëri. Sebe përsëri. Rasja në Benitës, Edit dhe Londrimit shpërthen më shumë se kurrë. Secili pretendon se ka të drejtë, por loja po bëhet gjithnjë e më e ashpër. Tani pyetja për juve është, kush mendoni se është më i forti në këtë debat, kush po luan mirë dhe kush po e humb kontrollin? Komentoni më poshtë.